I dëgjova kanë vështirë me të dyve, dua pak mendimin e fermerëve të tjerë, dua të pyes pak Sarën. Atëherë, unë nuk mendoj se këtu bëhet fjalë për pjata, siç e kam thënë edhe te klipi. E para, mendoj që këtë mllëfin që ka pasur Indri me Ilirin, ja kam thënë edhe javën e kaluar Indrit, më fal, duhet ta kishte sqaruar, jo ta linte për kur ta agravojë situata, por ta kishte diskutuar përpara. Unë fakt kam rezervat e mia për disa veprime që kam parë nga Indri këtë javë, që nuk kanë lidhje me situatën e Indrit dhe Ilirit, por me situatën e kujt, Indrit dhe kujt? Me situatën e Indrit. Vetëm për Indrit. Me suicat që ka bërë vazhdimisht. Po, jo, nuk e kam fare aty, unë e kam te mënyra se si Indri është sjell pas daljes së Vanesës, që unë kam bërë përshtypje disa situata, por nuk mendoj që është vendi edhe momenti që ta diskutojmë tani. Cilat, jo, se jam kurioze, realisht, çka ka ndodhur? Po, mua personalisht më ka bërë përshtypje fjalët që kishte thënë kundrejt Klevisës. Unë, nëse do shikoja një vajzë tjetër që vinte, ndërkohë që e dashura ime sapo doli, nuk do kisha këtë qasje. Dhe e dyta, unë mendoj që Indri ka një problem, do ta quaja unë, që nuk mban një qëndrim. Dhe ja kam thënë këtë gjë, në momentin që mua do më ofendoj partneri im, unë jo vetëm që do mbaja një qëndrim kundrejt personit tjetër, por mos të them që do isha munduar, në të mëzit e gjumin natën, do isha munduar që t'ja tregoja në thonjë za vëndin, aj sa mund të lejohet këtu patjetër me fjalë. Dhe kam parë Indrin shumë të afruar me Henrin, jo se kam diçka me Henrin, por për situatën që është krijuar, gjithashtu kam parë Indrin të afruar me Anën, dy individ që Vanesës i kanë rënë në qafë në këtë diskutim. E kuptoj. Dhe nuk mendoj që Kostana? Më falë, se se mbarova. Dhe nuk mendoj që Indri... Pak më shkurt, ju lutem se kemi... Nuk mendoj që Indri është kaq naiv sa të lejoj Ilirin t'i ngjitet në kurriz. Indri t'i ka interesuar që patjetër që të ketë këtë lloj afrimiteti, i ka pëlqyer edhe diskutimi, kështu që mos ta bëjmë kështu sikur jemi tani këtu të vegjël edhe jemi shumë naiv dhe u zgënjyem. Okej. Kostana, të përmbledhura, ju lutem mendimet tuaja. Do përpiqem ta përmbledh përtej këtyre detajeve, punët e gjërat të cilat unë nuk hy. Mendoj se Iliri sa herë që humbu shtar nga grupi që ka krijuar, sa herë që individët largohen për të qenë individ për të bërë lojën e tyre, Iliri i sulmon ata dhe i ndjen si konkurrent. Në sa kam parë unë, nga çfarë kam parë që Iliri nuk manipulonte vetëm Indrin, manipulon edhe persona tjerë këtu brenda grupit, të cilët i përdor sipas interesave tij, ka një lojë të jashtëzakonshme në përdorim që i bën lojtarëve që ka pranë, një nga një do t'i eliminoj të gjithë, tani ja ka vënë syrin Indrit, ne si jemi bashkë në grup, do t'a shohim atë, dhe mendoj që kjo është realiteti, nuk mendoj që ka të bëj me enot, me pavarësisht se kam parë që Iliri punon shumë dhe i bën gjitha ato punët. Romir, ti çfarë mendon për debatin? Shoh këtë sfidë. Më duket debati akumuluar dhe sigurisht edhe unë të njëjtin mendim ndaj që pjatat janë thjesht ajo pika që derdhi gotën. Duke u nisur pasaj nga akumulimi i gjës në dijenin time, është e vërtet që Iliri ka pasur një qëndrim disi ndryshe për marrëdhënien e Indrit dhe Vanesës, të cilën në fakt e ka shprehur disa herë që nuk fillimisht e besoi, pastaj nuk e besonte, i duke sjellje marrëdhënie të çuditshme, mënyra se si e krijuan dhe se si e mbanin marrëdhënien, dhe ndoshta mendoj tani që po bëj lidhjen, kjo ka rënë në sy të Indrit dhe Indri ka akumuluar, si thua, ato gjërat e veta. Asnjëherë se ka menduar këtë gjë. Ja kam thënë vetëm Vanesës. Po gjithsesi, duke qenë Vanesa në mes. Ma ka kërkuar këshill Vanesa. Edhe nuk i kam thënë asnjëherë. Besoj se Vanesa e ka kaluar dhe ke Indri opinionin tënd apo një gjë që keni ndarë bashkë. Jo. Mendimin. Ta them unë jo. Mendimin. E din tonë. Për sa i përket Ilirit. Për sa i përket ta them unë jo. Për sa i përket Indrit, që t'jemi sinqert, mua më zhdukur pak i agituar kohët e fundit. Dhe me thënë drejtën, po ju sjell vetëm një shembull që më ka bërë përshtypje e cila nuk është e Indrit, por nuk e di se për çfarë arsye, domethënë, ai e bën. Ka bërë përshtypje që për shembull ju qaset njerëzve tek fytyra dhe është një gjë që unë me sa i njoh Indrin nuk ja kam pa kurrë
dhe mendoj se e ka për një lloj agjitimi, arsyen e cilës unë nuk di të ta them momentalisht. Stoni? Po, unë e kam diskutuar në fakt që është një lloj akumulimi që më përpara dhe ishte thjesht shkëndia. Ajo, po, ishte debat shumë i fortë, por... Kush ka të drejtë të debat, Stoni? Jo, janë gjëra të akumuluara, nuk është se ka drejt njëri apo tjetri. Këtu ishte një përplasje të gjërave të akumuluara më përpara. Nuk ka drejt. Unë s'kam akumuluar asgjë, son. Unë thjesht kam pasur disa mendime që ai nuk i din fare. Po pra, ato mendime kanë Nuk shkova unë te Indri, erdhi Indri te mua. Arbana, përsoj përket vetëm një gjatë lutem, se është e rëndësishme. Është e vërtet që unë kam pas disa sjellje pak më të forta se sa unë jam vetë e i kam mësu tonë shok të mi këtu mbrana e publikon jashtë. Është e vërtet që kam kanë më i agjitume, më i stresum, sepse kam pasi situatë anormale, e lidhur me shneti shnetësor në rallë parë, edhe me atë koezistencën e rolit si kryefermer. I kam shku një herë, ku është visit, i kam shku vërtet atu të ftyra, sepse, po e thamë, po pikën e problemit, ka kanë ajo sfida, zia mundë me thanë, po ka kanë një sfid me makarona, në cilën unë sa po visha nga 13 persona që më bërtiqin, edhe më ka lëshu nervat në atë moment, për mi thanë edhe Romirit, për mi u përgjigje Romirit. I jenë të rusjele vlaj dashur vetëm me persona që kanë dashtu brënda. Ky është problemi. Jam të përgjigje Romirit. Ky është problemi ta them me shumë dashamirësi. Unë kam kanë më agjitum, është vërtet e thamë unë i pari. Ke qenë i agjitum me persona që kanë dash. Jo, unë nuk kam kanë absolutisht i agjitum me persona që kam dash. I ke bë vetëm me persona që kanë dhënë respekt. Për të ka marrë Ilir, dhe për të ke zgënjur shumë. Ilir, je të lujt prep, je të vazhdo, po nuk ta lejoj më. Unë qysh se ma kanë dha rolin, jo kam thënë tanëve. Vendet këç në shtëpi, rolet këç që unë gjykoj kush duhet me i lanë personave që i besoj. Se të një mund në Qose pitalit kjo është kur një ishe. ranë qaf personave, mi dhënë Duhet punë kishe personave, vlerësuar ndihmën është problemi tonë kur ta joti, nuk është dham, problemi kur jemi. kishe nevojë, më shumë se kur ta dham. Dhe aty... Nuk thni Ilir se isha të fol. Dhe aty na shkele me Okej, po vjen zarfi me emrat e aty që do të shkojnë në sfidë sonte. Kisha t'i thua dy fjalë. Po. Iliri është djalë shumë punëtor dhe nuk është për të diskutuar këtu Ilao apo si Lao Enët, ky është një turp, themon. Puna është që duhen pyetur fermerët çfarë dispozite kanë lidhje dhe me punët. Pra, nuk mund të bëj një njeri një punë që se ka për zanat kur është djalë shumë punëtor. Qysh ke emrimi në atë vend pune ka diçka që unë nuk e di se çfarë është midis tyre. Tjetra, Liri ka një kronologji pune me kafshët, në cilën ky ndërhyri në momentin që ky po flinte dhe ja dha dikujt tjetri pa e pyetur dhe pa e zgjuar. Ne zakonisht i zgjojmë shokët nëse kanë lënë diçka mangut, e i çohu se ka ardhur ora atje që nuk i kushton asgjë. Ishte i lollën e fati i parë, që ishte i lollën e mos. Më fal të mbaroj. Qasha hallin ti mu, po ka qenë djeli lartë fare. Tjetra, ne kur i drejtojmë njëri tjetrit për të bërë diçka, ne i bëjmë. Unë për shembull kujtoja, unë e kam ditur që po zëvendësoj Henrin kur kam folur aty, sepse i kishte Henri pjata dhe disa herë është vonuar, për arsye ndoshta se kishte afeksion diku me në i vajzë, po i bëj unë, s'ka problem. E kuptoj këtë ndryshimin. Shkurt, Angel. Shkurt, ka diçka për të diskutuar të dyshim, sepse nuk mund t'i drejtohesh Ilirit çoulaj pjata, se Iliri është dikushi, jo vetëm se është Iliri, po edhe nga gjithë kontributi që ka dhënë organizim dhe në punën këtu të fermës. Angel, shumë shkurt të lutem se po vjen zarfi. Po, jo, unë doja të thoja që... Angel, një moment. Angel. Sigurisht që pjatat për mua janë një pretekst dhe është preteksti më palidhje, duket hipokrizinjer nga ana e Indrit me thënë drejtën, sepse nëse Indri ka vendosur të luaj, është zgjuar tani dhe ka vendosur të luaj, nuk duhet ishte Iliri në fakt ai, sepse Iliri nuk e ka marrë ushtar asnjëri Indri, nga qenë Indri ai që është futur në sjetën e Ilirit, se ka shpresuar që ndoshta Iliri do e çaj rrugën, edhe do mund të shkojnë të gjithë bashkë në finale, po kur pa që Iliri i ka pozicionuar ato gjërat e veta, me mozën ndoshta i ka ulur pak ato situatat, dhe Indri tani kuptoi që nuk është Iliri duke bërë më luftën e grupit, po është duke bërë rrugtimin e vetë, dhe kuptoj që duhet qohem tani, të zjohem sotun, edhe
të përballen me këtë njeriu që po irset vërtetës Indri, je ti ai që ke mbyllur sytë dhe veshët sa herë që Iliri ndoshta s'ka bërë gjën e duhur, po ju e keni duar trokitur sepse ju ka leverdisur. Angel e thashi pari, faja është jemi. Po Ta pra, thash Angel. po pse ke bër? Pse ke bër? E kam bë Angel e kam bë për shumë arsye, nëse do më Cilat? diton Më thuaj një arsye pse e ke parë ka bër. kanë Iliri është idolli jem. E kam thënë që mirë, për respektin që kam për të, për figurën që ai është për mu, që reprezenton Iliri për mu. Për komoditet pse jo? Po, e tham, jam unë i pari fajtorë, nuk jam të kërku skuze. Po pra, okej, ka Jam unë fajtori. E pse vendose tani të çohesh të heqësh dorë nga... Se s'mund e ma, nuk e duroj ma, Angel, nuk e duroj ma. Qatë kam bo, më vla? Nuk e duroj ma këtë nërë lojet. Qatë kam bo? Për mu Iliri, lunë me personat si gur. Pik, kjo është me Po qëse ti e që vetëm gur, është problemi im kë? Nuk e di, po kjo është aja që unë mendoj, nuk i duroj ma hilet. Po, Iliri me zorë, po pra, se ti e pranove vetë, Iliri me zorë nuk ju ka bë gura juve. Dhe ju vendoseni me u bë gura me dëshirën tuaj se shfaq Okej, po vjen zarfi nga duhet e ecë.